Vazhdojnë përplasjet politike pas mesazhit të pretenduar të ministrit të jashtëm Ferit Hoxha. Ky i fundit ka reaguar për herë të parë pas polemikave të fundit politike, që shpërthyen pas publikimit të pretendimeve rreth një komunikimi të brendshëm mbi shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Në një intervistë për Albanian Post, ministri Ferit Hoxha tha se kjo çështje tashmë është sqaruar dhe se nuk ka çfarë të shtojë. Edhe Ministria e Jashtme e Shqipërisë ka quajtur këto pretendime të pavërteta dhe të fabrikuara për qëllime politike. Qëndrimet tona mbi politikën e jashtme nuk komunikohen as me SMS dhe as me WhatsApp. Këto bëhen përmes kanaleve zyrtare dhe transparente, të njohura për publikun dhe partnerët tanë ndërkombëtar, dhe vetëm këto qëndrime prodhojnë efekt. Ka reaguar edhe koalicioni Vlen, sipas tyre fshirja e postimit nuk mjafton, por duhet të kërkohet falje publike, ndërsa kritikohet edhe mungesa e reagimit nga Tirana zyrtare. Sipas Vlen, kjo nuk është vetëm çështje politike, por ofendim ndaj një pjesë të madhe të shqiptarëve në vend, duke kërkuar përgjegjësi dhe respekt institucional. Në të vërtetë BDI nuk po mbron Shqipërinë. BDI po mbron përçmimin dhe fyerjen ndaj shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Ata që për 20 vjet e trajtuan shqiptarinë si vot, si numër, si militant dhe si pron partie, sot nuk kanë problem kur dikush e quan idiot, sepse për ta, shqiptari ka vlerë vetëm kur hesht, bindet dhe voton për ta. Vlen nuk është kundër Shqipërisë, Vlen është kundër secilit që fyen shqiptarët, qoftë në Shkup, Tiranë apo kudo tjetër. Nga ana tjetër, në një reagim për media, BDI akuzon koalicionin Vlen se po vepron në një linjë me VMRO-DPMN, duke sulmuar Shqipërinë dhe duke mos mbrojtur interesat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Sipas partisë opozitare, përfaqësuesit shqiptar në qeveri po përdoren për qëllime politike kundër Shqipërisë, në vend që të fokusohen në të drejtat e shqiptarëve si barazia, përfaqësimi dhe integrimi evropian i vendit. Prej javësh, Christian Mickoski ka hapur sulme politike ndaj Shqipërisë, sepse Shqipëria nuk hesht përballë cënimit të barazisë së shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe sepse ecën përpara në procesin evropian. Në vend që të mbrojnë dinjitetin e shqiptarëve këtu, Vlen u rrështua menjëherë në të njëjtën vijim me VMRO-DPMN. Për rastin në fjalë ka pasur reagime të shumta nga funksionarë dhe politikanë të tjerë brenda dhe jashtë vendit.